Kur ishin në Burg, shkruanit? Në Burg po kam shkruar. Kam shkruar tregime, novela, kam shkruar 200-300 faqe, të cilat janë botuar pastaj. Këto ishin ajo që ishte të Burg. Kur shkruan në Burg e ke një pengesë, domethënë apo s'ka, nuk të pengon, prap Burgu të shkruash. Pengesë duhet, domethënë, nuk desh një farkoj ta gjej atë mënyrën se si ti shmangesh asaj me fjalë. Mjaftonte mos shkruaja gjëra që tishin haptazi, të kuptoheshin se për çfarë bëj fjalë. Po ajo mund të ketë një diçka të dobishme për letërsinë, kuptimin e cilësisë letrare, siç thot Danilo Kishi për shembull, që shkrimtari në kushtet e censurës mund të arrijë, domethënë që t'i dredhojë asaj duke përdorur gjithë zgjuarsinë dhe gjithë aftësitë e tija, nëpërmjet metaforës që është figurë letrare. Domethënë të thuash një gjë për një gjë tjetër. Dhe me këtë fiton letërsia, thotë. Dhe metafora ka qenë një gjë që vazhdimisht më ka pas pëlqyer, më ka pas tërhequr në shkruar metaforike. Kadreja përdor ta për shembull këtë gjë? Shumë, krejtësisht në veprat e tij ka përdorur shumë. Pikërisht kur lexoja këtë Danilo Kishin kujtoj Kadreja. Ju mungon Kadreja? Sigurisht. Në këtë libër, nëse doni ta dini, e kam mbaruar 1 orë para se të merrja vesh që Ismaili kishte hikur. Domethënë, atë ditë në mëngjes, pash dhe një herë të që kisha shkruar, për ato retushet e fundit, kur mbas në 1 orë më vjen njoftimi, ai kishte hikur ndërkohë, po më vjen njoftimi nga Tirana. Kishte treguar atij që po shkruani këtë libër? Jo. Nuk komunikonit më pas. Komunikonim, po për këtë jo, nuk kam shkruar. Që jo. Ju kur shkruani komunikoni me njerëz që i tregoni apo jo? Kjo është personale. Pak. Pra edhe Ismaili ka gjurmë këtu. Me ikjen. Po ka gjurmë, ka një përkim, një koincidencë, po nuk është se ky është ndryshon, është ndoshta nga gjërat më të ndryshme, më ndryshe prej Kadares nga ato që kam shkruar unë, them. Nuk ka, për shembull, unë shikoja dikën një regjisor këtu që ishte dikur me ju dhe e kërkoja, thash kush mund të jetë ai, se nuk e di ne kërkojmë. Jo me mua, është me personazhin, jo me mua. Me personazhin e drejtë, sepse kjo ishte ngatresa që njeriu ngatron personazhin. Edhe diçka që më bën përshtypje, mbase kam gabim personale. Unë e shikoj babain tuaj, i shikoj disa gjëra. Nëna nuk e shikoj. Atë që ju shkruani, nuk e di pse. Ndoshta ajo nuk ka pasur një rol aq të rëndësishëm në kuptimin politik, ishte në hijen e babait e gjitha. Këtë e kam në një farë mënyrë ndoshta e kam nxjerrë në një roman tjetër që kam shkruar më përpara, që prapë është ky konflikti i protagonistit me baban, i cili ka qenë me pushtet, po me pushtet jo në një i lartë, domethënë oficer në ushtri kishte qenë. Dhe kur mendon për nënën, pastaj është, domethënë pikërisht pak a shumë kjo që u thash juve. Konflikti juaj, thellë ishte konflikti i të riu apo konflikti ideologjik? Konflikt Bashkë janë ato. Më thënë, filloi si konflikt i një të riu dhe pastaj u shndrua në konflikt ideologjik. Më thënë, me mua në fillim ka nisur nga muzika rock. Pastaj kaloi ke letërsia dhe pastaj te politika. Te letërsia ndaluar dhe pastaj te politika. Babai e bënte se nuk e pëlqente këtë që bëje apo e bënte se druaj? Më thënë, të ndalonte. Të thoshte kujdes, mos del dark, kujdes të muzikë, kujdes të shkrimtar, kujdes të letërsi. Ku ishte përplasja e tij? Apo nuk e pëlqente? Apo vetëm kishte frikë? E pëlqente dhe nuk donte që kjo të ndodhte me tij. Po nuk e pëlqente, sigurisht nuk e pëlqente. Kur kthehesh tani në kohë dhe të kujtohet, ka ndonjë gjë që e ke kuptuar ndryshe nga mënyra se si ai nuk i pëlqente gjërat e tua? Diçka që mund të jesh keq kuptuar? Ndoshta ndonjë gjë. Po në përgjithësi jo. E ke kuptuar shumë mirë, domethënë, gjithë e ke kuptuar shumë mirë të tjetë. Po, besoj se po. Vetë, si i patë marrëdhënie me, shumë personale, në fakt nuk e di, e kam drejt pyet, po unë po pyes, me fëmijën, a patë do të njëjtin problem si ti me babain, u përcoll?
Unë me fëmijët e mi? Jo. 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 Sepse bëret kundërtën? Mund të themi të kundërtën ose që jam ndryshe. Ndonjëherë mendoj që me kalimin e kohës, një njeri i cili është i ri dhe vitet bëjnë të vetën, rikthehet tek babai dhe thotë që ai kishte të drejtë për disa gjëra ose për shumë gjëra ose befas bëhet si ai. Ju ja ndaluat vetes të ndodhte kjo. Çfarë? Të bëshit si babai. Po sigurisht që s'mund ta pranoja që të, ashtu. Ç'kuptim do kisha, pse të kthehesh atje? A mendoni që ishte një çmim jashtëzakonisht i lartë i asaj që ndodhi familjes suaj? Në fakt, është një gjë që sa më lartë të jesh kur bie, aq më shumë e pson, aq më shumë dëmtohesh. Dhe nga ata që janë dëmtuar, ky ka qenë më lartë, mund të themi. Ju qëllon që të takoni njerëz që kanë kujtime prej tij? Në Spanjë. Në Spanjë? Shiko, atje ka pasur 60.000 vullnetar të huaj. Po. Ai nuk ka qenë, ju shihni si kryeministër këtu. Po. Atje ai ka qenë një oficer i vogël, një toger ka qenë. Ishte 24 vjeç. Po në Shqipëri? Si në Shqipëri. Njerëz që kanë luftuar me të, njerëz kanë jetuar me të, njerëz kanë kujtime. Po, më përpara, se tani ata s'janë më, ose janë shumë pleq. Kishit dëshirë të flisin me ta, apo donit që kjo temë ishte e mbyllur? Përgjithësi, siç u thash, nuk kam dëshirë të flas. E kuptoj. Ose rrallë herë kam dëshirë. Është e dukshme, po më fal që vazhdoj pyes. Të lutem. Dua të rikthehem te libri, po dhe te libri është një problem që nuk dua të flas shumë, sepse besoj është lexuesi që duhet të mos ketë shumë, duhet të mos di shumë. Më mirë ta shikoj vetë. Ju çfarë ndjeni për këtë libër? Domethënë, u thanë të gjitha që duheshin të thënë apo? Po. Mendoj se është i plot. Mendoni se është i plot. Më thënë. Aq sa mund të bëj unë. Ja, po lexoj diçka në fund. Lexuesi do të endet në faqet e këtij romani të ndërtuar jashtëzakonisht bukur, pa e kuptuar nëse historia që po lexon është ajo e personazheve që kanë ekzistuar vërtet, si ajo e Ramiz Gjebres apo e Mustafa Gjinishtit, me të cilat ndërthuret apo do të përshkroj fillin e një trillimi të mirëfillt. Kjo është një gjë që të shoqëron gjithkohës, ndjesia që ti je duke folur, je duke kuptuar diçka reale apo është diçka që ti nuk po e kupton. Dhe kjo është përgjatë gjithë librit, por ka një fuqi të madhe në çdo fjalë të thënë shumë thjesht, një fuqi të tillë nga ato që më bëri mua qysh në fillim të faqeve të para, të kisha atë tronditjen e një ide që më kishin internuar. Në fakt, realisht një njeri këtyre korave nuk e kupton atë kohë dhe për këtë arsye, se nuk e kupton çdo thotë të internojnë, të marrin dhe të çojnë asgjikundi. Dhe pyetja që ti bën është kur mund t'i marr rrobat e mia në Tiranë. Dhe kjo duket si pyetje normale, dhe këtë e bën dhe personazhi në libër. E keni bërë ju dikur këtë? Jo. Apo ju s'kishit më shtëpi në Tiranë kur ikët? Jo, s'kishim. Asgjë. Keni gjëra nga kujtimet asaj kohe, ka ngelur diçka? Kujtime kam shumë, sigurisht. Materiale? Jo, materiale pak gjë. Shumë pak. Nuk dia kam. Nuk dia kam. Kaloni nga shtëpia, për shembull, në Vlorë, ku unë kam lindur, gjithmonë po e shtëpia e Mehmetit, gjithmonë e vila e bukur në det. Kaloni andej, shikoni me syrin e fëmirisë apo nuk doni të përballë? Po ajo ka ndryshuar, domethënë në atë gjendje siç është vila tani, që është rikonstruktuar e gjitha, atje nuk kam qenë asnjëherë. Ka qenë shumë më e vogël kur kam qenë unë. Në vilën e re? Po, atje që është në këtë ujë të ftohtë. Po atje me siguri keni mësuar notin. Jo, më shumë shkonim në Durrës. Në Durrës, nuk rinit shumë tek ai vend. Prandaj nuk është se ju thot shumë. Po thot, po, domethënë është kohë e largët edhe pak, domethënë shtëpia siç është tani nuk ka qenë, e kupton? Nuk kam qenë në atë shtëpi. Ka qenë shumë më e vogël, po kam qenë unë. Si a dolët ju që gjithë kaq shumë kujtime, kaq shumë histori, kaq shumë gjëra dhe ju në një farë mënyrë nuk u bët pengu tyre as robi tyre. Ju keni patën një të ardhme, ju jeni njëri me dashuri për njeriu, për gjuhën, për letërsinë, për romanin, për të gjitha. Si shpëtuat ju, domethënë? Se Elmi brenda vetes na mbyt kur është aq i vogël, jo? Po, më ka ndihmuar natyrisht letërsia, të shkruarit. Natyrisht pastaj edhe në burg ka qenë edhe solidariteti, domethënë me të bashkëvuajtësit.
edhe më kanë ndihmuar. Si ka mundësi që ata ishin solidarë, kur ju ishte djali një njeriu I cili mund të kishte shkaktuar fatkeqësi disa prej tyre, regjimin që përfaqësonte? Po ja që kishin humanizëm. Njerëzit në burg. Po. Kishte humanizëm. Nuk patët asnjëherë probleme aty. Jo, nuk kam pasur. E ju tregova për njëri I cili foli për 313-ën. Tregoj thjesht një detaj kur u erdhi një çokoladë. Nuk e vazhdova, nuk doja ta vazhdonte, por ai fliste me shumë dashuri për ju. Për një djalë të ri që futej të 313-a në një... Dhe ata e dinin historinë dhe nuk arrinin dot ta kuptonin si kishte ardhur ajo. Por Barcelona ka rol në shpëtimin tuaj si individ, si Jo, ishe I shpëtuar tashmë. Ishte shpëtuar. Po që atje është, ju thash, që ka ato të mirat e vetat. Që e përmenda që pare. Po, ndërkaq Barcelona, çfarë ndikimi ka ke ju? Apo tani kollaj ju mund ta ndryshonit me Shqipërinë, mund vinit kollaj dhe thoshit do kthehem. Apo jo? Po duhet ta fillonja këtu jetën pastaj nga e para. Më thënë, unë vi her pas here, po